një shtet ku vetëm me një protestë të vetme është bërë mundur rrëzimi i regjimit, atëherë u tërhiqën. Regjimet kanë rënë vetëm me protesta të vazhdueshme dhe të qëndrueshme. Të strategji e cila po ndiqet edhe nga opozita e bashkuar që drejtohet nga Partia Demokratike, e cila edhe nesër do të kulmojë me proteste më të mëdha madhështore në pritshmëri që ne kemi bazuar përsëris dhe nga kontaktet në terren, në takimin e fundit që pata sot, ishte vërtet entuziazm për të pritshmërive dhe vetëmijat. Ku përfaqësues të një grupi interesi i cili nuk është shpeshherë ka qenë dhe atashuar pranë opozitës, por ka qenë disi lëkundur dhe i pavarur e te politikisht, ishte tashmë ishte ndarë mendjen, ishte tashmë bërë pjesë e betejës tonë për të rikthyer Shqipërinë në normalitet, për të rikthyer Shqipërinë në demokraci dhe për të rikthyer Shqipërinë mundësi dhe shanse të barabarta për çdo, të cilat vijnë vetëm me zgjedhje të lira ndershme. Zgjedhje të cilat sipas raportit të SBO-dit në Shqipëri për 13 vitesh ne nuk i shohim të kryer në normalitet, siç kryen Shqipërinë në Kosovë, apo siç kryen patjetër vendet më të zhvilluara.